Gjesti është një nga personazhet më të komentuara të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania për shkak të lidhjeve të tija me dy vajza të njohura nga Kosova dhe Shqipëria, Djelzën dhe Gjenetën, si dhe romancën me aktorin Egli. Gjesti dhe Djelza kanë pasur një lidhje të gjatë para se ai të hynte në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova dhe Albania, madje është përfolur mjaft shumë. Djelza është një personazh i panjohur për publikun pasi që gjithmonë ka tentuar që ta mbajë personalitetin e fshehtë. Pas daljes nga shtëpia, Djelza ka reaguar për afrimitetin e Gjestit me Eglin, duke shprehur ndjenja të përzira dhe se nuk ka pasur qëllim të vazhdonte më me të lidhjen pas Big Brother VIP Kosova dhe Albania. Po ashtu në Big Brother VIP Kosova, Gjesti ka krijuar një lidhje me Gjenetën, e cila ka shkaktuar shumë diskutime. Pas daljes nga shtëpia, Gjeneta ka shprehur pendesën për këtë marrëdhënie, duke quajtur Gjestin gabimin më të madh të jetës së saj. Ajo ka thënë se ndihet e lënduar nga ai dhe se nuk ka pasur qëllim të lidhej me të në Big Brother. Kur ka parë afrimitetin e Gjestit me Eglin në Big Brother VIP Albania, Gjeneta ka reaguar me lot në sy, duke ndarë një foto nga koha e saj në Big Brother pa asnjë mbishkrim, duke reflektuar gjendjen e saj emocionale. E kur jemi te lidhja me Eglin në Big Brother VIP Albania, Gjesti po ashtu ka krijuar një lidhje me Eglin. Ai ka pranuar publikisht se ajo është e dashura e tij, duke e quajtur atë e dashura ime. Egli ka pritur këtë deklaratë duke buzëqeshur. Megjithatë, Gjeneta ende nuk është ndalur. Ajo ka komentuar këtë lidhje duke thënë se Egli është shfrytzuar nga Gjesti dhe ka marrë vendimin e duhur për ta lënë shtëpinë. Ajo e përshkruan situatën si një shfrytëzim të Eglit nga ana e Gjestit dhe shpreson që ajo do të rikthehet në jetën e saj dhe ta vlerësoj veten më shumë. Në përgjithësi, Gjesti ka qenë një personazh kompleks në Big Brother VIP Kosova dhe Albania, me lidhje të ndryshme që kanë shkaktuar shumë diskutime dhe reagime nga publiku dhe banorët. E kur jemi tek lidhjet, prej krejt këtyre lidhjeve kujtojmë që javëve të fundit po përflitet për një lidhje eventuale në mes të Gjestit dhe Kaderit. Kujtojmë që Kaderi ka qenë banore e Big Brother VIP Kosova. Por sa është e vërtet kjo, mbetet të shihet ditëve në vijim. Kujtojmë që pas daljes nga këto dy shtëpit më të mëdha në Kosovë dhe Shqipëri, Gjesti ka nisur furishëm koncertet e tija nëpër Europë dhe më gjerë, po ashtu ka nisur edhe publikimin e demove të këngëve të tija më të reja.